Je çuni mirë apo çuni keq? Çuni mirë. Po çfarë bën që çuni mirë? Çfarë roli luan? Roli Djali kujt je? Në film? në film Fralbës dhe Iglit. Çfarë bën ky djali? I shqetëson atë apo? Ja, nuk i shqetësoj. Tani, duke qenë se në Tiranë filmi pati goxha sukses, vendosëm që ta sjellim në gjitha qytetet e Shqipërisë dhe sigurisht s'mund të mungonte Fieri, jemi këtu te Teatri Huajt dhe uroj që njerëzit ta shohin filmin për 2 orë dhe të marrin mesazhin e duhur që në fakt është një mesazh pak më tej asaj që është fasada, është një mesazh kundra dhunës, është një mesazh që duhet të gjithë të reflektojmë në një shoqëri e cila po shkon drejt formës, duke harruar përmbajtjen, një shoqëri që po shkon drejt vetëm klikimit, drejt pasurimit të shpejtë, drejt suksesit të shpejtë dhe ka harruar që në thelb më e rëndësishme është njerëzorja. Ky është pak fjalë mesazhi i Kazermës që uroj dhe publiku i Fierit në Teatrin Bylis ta marrë dhe ta bëjë vetin. Kazerma është projekti jetës absolutisht i Turianit. I do vinte një ditë që do e bënte, sepse ka qenë një dëshirë, një kërkesë e tij dhe që do të realizoj përpos produkteve dhe prodhimeve që ai ka bërë në televizion. Filmi do të ishte vula e tij dhe besoj që me një vulë të suksesshme siç e bëri, besoj që do vazhdoj gjatë në këtë rrugtim, kështu që jam shumë e lumtur, është një super film, është një super prodhim nga të rrallët shqip që ne kemi, absolutisht.